Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka bërë thirrje për marrëveshje politike ndërmjet partive, me qëllim shmangjen e tensioneve dhe zgjedhjeve të parakohshme. Ajo ka thënë se pas zhvillimeve të fundit në kuvend duhet jepet përparësi dialogut dhe marrëveshjeve politike. E ka vlerësuar që duhet të jepet përparësi marrëveshjeve politike, madje është në linjë me aktgjykimet e gjykatës kushtetuese që për çështjet në të cilat po diskutojmë duhet të ketë takime dhe marrëveshje politike. Ne kemi parë një pjesë atë ditë, por keni parasysh që informacionet që ne pastaj kemi pasur kanë qenë që ka pasur plane edhe për veprime të tjera, prandaj nuk na duhen situata tensionuese për shkallëzimet. Haxhiu ka folur edhe për pretendimet e shkeljes së kushtetutës, duke thënë se për këtë çështje është gjykata kushtetuese që duhet ta vlerësojë. Haxhiu ka theksuar se konstituimi i kuvendit ndikon në rrjedhën e fateve dhe ka kërkuar që partitë politike të arrijnë marrëveshje për të shmangur zgjedhjet e parakohshme. Edhe kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës Avni Dehari ka bërë thirrje për arritjen e një marrëveshjeje politike për konstituimin e institucioneve, duke paralajmëruar se në mungesë të saj vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Ndërsa i dyti i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca ka deklaruar se procesi aktual i konstituimit nuk përbën shkelje të kushtetutës, derisa tha se kryeministri në detyrë do të vazhdojë përpjekjet për dialog e marrëveshje me partitë tjera. Diskutimi ka të bëjë lidhur me ditën e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a duhet kryhet brenda 24 orëve. Mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilët dallojnë interpretime, mund të zgjasë edhe më shumë se 24 orë. Ndaj këtyre deklaratave ka reaguar deputeti PDK-s Përparim Gruda. Ai ka thënë se gjykata kushtetuese interpreton kushtetutën dhe jo aktgjykimet e saj. Gruda është thirrur në aktgjykimin KO 14/25, duke pretenduar se ai përcakton qartë se brenda 30 ditëve nga certifikimi i rezultateve, kuvendi duhet ta përfundojë konstituimin dhe jo vetëm ta nisë atë. Ndërkohë deputeti i LDK-s Ermal Sadiku kritikoi vetëvendosjen se brenda një muaji ka shkelur kushtetutën, aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe rregullorën e kuvendit, duke cilësuar këtë sipas tij rënim të themeleve të shtetit. Kritika ka pasur edhe nga deputeti i Aleancës Besnik Tahiri, i cili ka kundërshtuar zvarritjen e vazhdimit të seancës. Ai tha se deputetët nuk kanë marrë asnjë ftesë për vazhdimin e saj. Procesi konstituimit të kuvendit vazhdon të mbetet i bllokuar, ndërsa partitë politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për tejkalimin e ngërçit institucional.